Përshëndetje Bruna, policia e Tiranës ka proceduar penalisht 19 protestues lidhur me protestën e së dielës, protestën e 15 të zhvilluar nga qytetarët. Sipas policisë së Tiranës, 19 shtetasit e proceduar penalisht në gjendje të lirë, akuzohen se organizuan dhe nxitën qytetarët për të bllokuar rrugën në drejtim të aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza. Sipas njoftimit zyrtar të policisë së shtetit, 19 shtetasit protestues akuzohen për 3 vepra penale. Për veprën penale, pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit, organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime të paligjshme dhe prishja e rendit të qetësisë publike. Po ashtu, policia ka sekuestruar edhe 2 automjete të përdorur nga qytetarët protestues, të cilët marshuan në drejtim të autostradës Tiranë-Durrës dhe më pas në drejtim të rinasit të aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza, por policia i bëri bllokat duke i ndaluar dhe më pas hetimeve hetimore procedoi penalisht 19 protestues, të cilët sipas policisë së shtetit janë nga grupi organizator i protestave të zhvilluara nga qytetarët të para kryeministrisë që prej 16 ditësh. Mëtej, policia e Tiranës njofton se nga veprimet hetimore rezulton se në protestën e datës 14 qershor, pra protestën e së dielës, policia e Tiranës i kishte dhënë leje qytetarëve protestues, të cilët kishin njoftuar zhvillimin e protestës nga ora 18 deri në orën 22 para kryeministrisë dhe më pas marshim në rrugët e kryeqytetit. Por pas përfundimit të protestës para kryeministrisë, sipas policisë së Tiranës, drejtues dhe organizator të tubimit kanë bërë thirrje për vazhdimin e lëvizjes së pjesëmarrësve nga zona përpara kryeministrisë në drejtim të aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza në Rinas, duke bllokuar qarkullimin e mjeteve dhe lëvizjen e qytetarëve në këtë aks rrugor të rëndësishëm sipas policisë së shtetit, e cila po vijon ende hetimet për të parë nëse ka të implikuar qytetarë të tjerë protestues për të proceduar penalisht dhe ato. Igli, por gjatë marshimeve kemi parë një polici shumë bashkëpunuese me protestuesit, polici e cila bllokon edhe trafikun që të kalojnë qytetarët. Pse në rastin e Rinasit u pa një tjetër qasje? Në fakt, Bruna, në të gjitha protestat nuk ka pasur asnjë njoftim zyrtar nga policia për incidente. Ishte vetëm protesta e 15, ku për herë të parë policia nisi hetimet për këtë tubim dhe ishte fakti që protestuesit ndryshuan itinerarin, marshimin e tyre duke shkuar në drejtim të autostradës Tiranë-Durrës dhe më pas në drejtim të Rinasit, për shkak se bëhet fjalë për një infrastrukturë kritike pra në aeroportin e Rinasit. Për këtë arsye, policia e shtetit procedoi penalisht dhe ndaloi marshimin e tyre në drejtim të aeroportit ndërkombëtar Nën Tereza në Rinas dhe i procedoi penalisht për 3 vepra penale pra qytetarët protestues. Sa i përket protestave të mëparshme, ato kanë qenë protesta paqësore dhe nuk ka pasur asnjë incident midis policisë së shtetit dhe qytetarëve protestues. Madje marshimet janë kryer në rrugët e kryeqytetit, pasi ka përfunduar tubimi para kryeministrisë dhe policia i ka ndjekur nga pas për të siguruar rendin dhe